them me bindje dhe ata e kanë treguar me fakte që protesta është duke udhëhequr nga fryma, nga zemra, nga atë dashuria e Shqipërisë dhe e shqiptarëve që ky vend të ndryshojë pas 35 vitesh, pas më shumë se 3 dekada e gjysmë, të ndryshojë klasën politike e qeverisëse, pasi ata nuk kanë qenë dhe e kanë treguar me prova, sepse kanë cënuar së pari me 7501 pronën e shqiptarëve, nuk e kthyen tek i Zoti, nuk e kompensuan. Kanë cënuar dhe po vazhdojnë të cënojnë me ligje që e miratojnë në parlament me forcën e fuqinë e kartonit, pa u diskutuar në asnjë lloj forme mënyre me qytetarët e vet, kur ligji nuk është në interes të qytetarëve, unë nuk di ku i shërben ky ligj. Pse duhej Edi Rama të rikthehej në Zvërnec ditën e djeshme dhe të bëhet takime bisedë me qytetarët e kësaj zone, kur ai e ka marrë vendimin dhe e ka deklaruar dhe vetë që ai projekt do të zhvillohet. Si mund të zhvillohet projekti kur tokat, një pjesë e mire e asaj sipërfaqe janë akoma në përgjykata, pa një vendim dhe duke mos respektuar atë pa anësinë që duhet të ketë qeveria dhe kryeministi vet, nuk mund të shprehesh përpara një gjykimi të një çështje sepse ti ndikon në një mënyrë apo në tjetër ke gjykimi dhe vendimi përfundimtar që do të merret për këtë çështje. Kështu që kjo nuk është dashamirësi ose fakti tjetër. Nëse ajo zonë në mënyrë të paligjshme ku me urdhë të kujt u rrethua. Si mundet që të cënohet Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, që të cënohet dhe të rrethohet me tel me gjëmba dhe të rrethohet me rrjet tjetër dhe të rrethohen edhe pjesë të cilat nuk i përkasin kompanisë, edhe nëse do ta quaja që e ka dhënë dhe ka realizuar marrëveshjen. Pse? Pjesa e rërës dhe detit e bregdetit ton është tokë publike, ka të drejtë çdo qytetar të kalojë, nuk mund të privohet e mund të ndalohet asnjë qytetar a priori e në mënyrë të njëanshme. Të gjitha këto bëjnë atë që vetë Edi Rama ka qenë i pa informuar, që vetë qeveria shqiptare nuk e di se çfarë ka bërë, flet nga një anë për një projekt, por projekt nuk ka, flet për gjëra të cilat jo për qytetarin e thjesht, por edhe vetë qeveria nuk i ka të qarta. Ne nuk kemi qenë dhe e kanë shprehur për disa herë, gjithë protestuesit dhe ata që kanë marrë fjalën në mënyrë të pa organizuar, e kanë marrë fjalën e kanë thënë që ne nuk jemi kundra projekteve të zhvillimit, cilat do qofshin personat fizike, juridike apo kompanitë private. Jemi pro zhvillimit, por ne kemi gjëra të tjera të cilat po t'i hyjmë në themel, por nuk duam t'i hyjmë se kemi në sa kohën. Ne kemi gjëra që i kemi prodhimin e naftës, prodhime të tjera që kemi të vendit, të cilat i kanë marrë kompanitë e huaja dhe nuk e dim ku përfundojnë. Pra kemi pasuri për kilometra apo për metër katror, për sipërfaqe që kemi, numër e popullsisë, pasuri prallore krahasuar me vendet e tjera. Por për fat keq kanë vajt në duart e njerëzve të gabuar, duke u mbështetur e përkrahur nga qeveritë, cilat do qofshin këto, si djatha ashtu dhe sot e majta, që për fat të keq nuk janë asgjë, nuk kanë bërë asgjë më shumë më pak, por kanë pa interesin e tyre personal të oligarkëve dhe të atyre qetave që i rrethojnë rreth rrotull dhe nuk kanë menduar për asnjë çast për qytetarët shqiptar dhe për Shqipërinë e për vendin e tyre. Zoti Prenga, të ndalemi pak te ishulli i Sazanit, ku vajza e presidentit amerikan Donald Trump në një intervistë për një media australiane e ka cilësuar atë si një ishull privat dhe ndërkohë u shpreh me lehtësi të madhe teksa tha se ishin duke notuar në atë pjesë të Shqipërisë dhe papritur e gjetën ishullin. Pra duket sikur vajza e Trumpit ka ndaluar në një butik dhe ka bler apo në një dyqan caktuar edhe ka bler një çantë edhe i ka pëlqyer dhe e ka marrë. Në këtë rast, cili është raporti që vendos Edi Rama me shtetarët e huaj dhe në këtë rast qoftë me vajzën e Donald Trump dhe dhëndrin e tij, ku një nga pikat strategjike më të mëdha të Shqipërisë jepet në këtë mënyrë? Unë mendoj që ajo nuk ka qenë në rastësi, ajo ka qenë studiuar, ka qenë prej kohësh objekt i jo vetëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës, por edhe i shumë vendeve të tjera, pasi nëse kujtojmë Rusia deri në vitet 60, aty është bërë dhe një film ballë për ballë për sa i përket vendosjes së nëndecëve dhe strukturave ruse aty, dhe në vitet 60 pastaj ata morën pjesën e tyre dhe mbajtën si thosh me forcë 4 nëndece
për arsye sepse ajo është jo vetëm për Shqipërinë e rëndësishëm, por ajo është një nga pikat kyçe dhe shumë të rëndësishme strategjike në mesdhe. Dhe detyrimisht që ajo ka dhe do të ketë lakmi nga të gjithë ata të cilët janë të interesuar për të patur një pikë strategjike. Jo shumë, por gjithmonë këto orientohen nga pjesa e turizmit, nga interesa për zhvillimin e turizmit, po pastaj ato kthehen shumë shpejt në pika dhe vende strategjike ku ata ndërtojnë një mbrojtje, një si mund të themi kontroll të hapësirës në gjitha mënyrat e mjetet, gjë e cila duhet menduar mirë përpara se sa të lihet në formë kaq të lirë. Nuk duhet mendoj asnjë kryeminist, asnjë qeveri për 5, 10 apo për 15 vjet. Duhet mendoj për ekzistencën e shqiptarëve dhe të trojeve të tyre në 1, 2 apo më shumë shekuj. Shqipëria ka qenë edhe e pushtuar nga pushtues të ndryshëm, por ka lënë shumë sipërfaqe jashtë saj dhe me të pa drejt. Vitet 20 që janë ato që nga një konferencë, një kongres derisa përfunduan në Londër, ishin që 2/3 e sipërfaqes si askush vend tjetër i ka jashtë territorit. Shqipëria, ajo Dardania e famshme. Kështu që në qoftë se janë bërë gabime, nuk mund të bëhen më gabime të tilla për të mos u lënë atyre brezave që do të vinë, nuk do dinë ku kanë as varret e të parëve tyre, sepse bashkë me territorin do t'ikin varret, do t'ik pasuria, do t'ik çdo gjë. Edhe do ka ta ndisemi pastaj siç ai plan ishte për të zhvatur e për të bërë Shqipëria, por në sajt e Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe presidentit asaj kohe Woodrow Wilson u vendos që të ngjelet kjo Shqipëria londineze që ne sot kemi. Prandaj një udhëheqës, një kryeminist, një qeveri duhet të jetë larg pamse, vërtet të mendoj për shtetarët e vet për momentin, për përfitimet, por të mendoj në vizion, të mendoj në perspektivë për brezat që do të vinë dhe kushdo që të jetë, jam plotësisht dakord, por nuk mund merren vendime të tilla të cilat do të jenë tepër të vështira për të zhbërë e do të jetë e pamundur për të kthyer pas e do të kushtoj shumë rënd brezave që do vinë. Zoti Prenga, nisur nga eksperienca juaj, ajo që keni parë në sistemin e kaluar, ajo që keni parë dhe përgjatë 35 viteve dhe mënyrës se si është qeverisur Shqipëria, a mendoni se Sazani, ose më saktë vetë kjo pikë strategjike po shkohet përtej një investimi atje, po të kemi parasysh këtu për fshirjen e dhëndrit të Donald Trump, i cili ka qenë një eksponent mjaft i rëndësishëm, duhet thënë kryesisht në lindjen e mesme për zgjidhjen e konflikteve të caktuara, apo që ka ndërmjetësuar i besuari Trump. Po, që ka qenë i besuari Trump për njësër konfliktesh. Në këtë rast, a shkon përtej një investimi të caktuar ekonomik vetë piketimi ose targetimi që është bërë Sazanit? Unë nuk duhet të aludoj për ato që nuk janë deklaruar, por duhet të hamendsoj dhe kam të drejtën unë si çdo qytetar të mendoj se çfarë fshihet realisht pas këtij investimi. Pra ku është objekti dhe qëllimi kryesor dhe gjithkush edhe pa qenë ushtarak, edhe pa patur eksperiencë të kaluar, edhe pa parë shumë të e menduar për të ardhmen, jam i bindur që këto pika strategjike për vendin janë të lakmuara, do të ngelen të lakmuara, prandaj duhet vendimarrja të jetë shumë e kujdesshme, duhet të jetë e peshuar mirë, duhet të jetë e diskutuar me të gjithë aktorët e faktorët e vendit, që vendimi të mund të jetë sa më i mirë i mundshëm, duke menduar paralelisht edhe për investimin, por paralelisht duke menduar edhe për situatat që mundet të na shoqërojnë apo të vinë jashtë dëshirës sonë, sepse ka zhvillime të cilat ne nuk i ndalojmë dot. Ne mund të ndikojmë sadopak, por duke menduar që jemi një shtet relativisht i vogël, por një shtet me kapacitete të vogla, atëherë do ta kemi të pamundur ne, pa mbështetjen e ndërkombëtarëve, pa mbështetjen e miqve dhe partnerëve tanë strategjik, që ne të mund të mbijetojmë. Por para në këtë këndvështrimi, asnjëherë dhe për asnjë arsye, nuk duhet marrë vendime të nxituara, nuk duhet marrë vendime të qastit, por ato duhen studiuar, sepse po të kthehemi pak përpara në kohë 2008-2009, vendime të cilat edhe sot e kësaj dite janë në diskutim, edhe parashikohet të shkojnë në Hag, siç është çështja e detit
deletimimit detit me Greqinë, çështja e trënëve grek në luftën italo-greke në territorin shqiptar. Të gjitha këto dhe problematikat e tjera janë probleme që do të lënë shumë gjurmë dhe pasoja, për të cilat do ta vuajnë jo vetëm sot, po do ta vuajnë edhe brezat që vinë të Shqipërisë. Në këto kushte i përket klasës politike qeverisëse në veçanti, që të përdor çdo mjet që ka në dorë dhe të shfrytëzoj çdo institucion, cili do qoftë, deri tek ajo pjesa e referendumeve. Për mua pika e vetme që i shpëton politikanët qeverisë shqiptar është referendumi. Të bëjnë të qartë popullit kush është synimi, kush është objektivi, kush janë fitimet, kush janë ato çfarë na lëshojmë dhe çfarë marrim e përfitojmë, dhe në këto kushte i vetmi mënyrë e model që nuk bën gabime dhe i shërben shoqërisë për të sotmen dhe të ardhmen janë referendumet, jo vendimet e njëanshme duke përdorur e shfrytzuar, sepse ai që ta ka dhënë votën dje, që shpesh e përdor kryeministri që kam 800.000 vota. Ai që ta ka dhënë dje duke parë se ke përfaqësuar interesat e tia, sot nuk është më me ty, sot është kundra dhe nuk mund të luash me votën e qytetarit. Nuk mund të kërkosh për të shitur e për të bërë propagandë. Kemi mjaft 35 vjet që ne dëgjojmë propagandë nga e djatha nga e majta, por për fatin tonë të keq, ato në raport me pritshmëritë jemi shumë larg për të mos thënë jo vetëm në aspektin ekonomik, se një aspekt është ajo e aspekt ekonomik që qytetarët e trinj të tre largohen nga ky vend, por aspekti më i rëndësishëm është funksionimi i pushtetit qendror e lokal dhe mënyra se si qytetarëve u afrohen shërbimet për të cilat ata paguajnë. Këto janë të padurueshme dhe detyrimisht që shqiptarët përgjithsisht gjejnë rrugën më të lehtë të mundshme atë të largimit nga vendi. Nëse do të vazhdojë kështu, ky nuk është trend i nevojshëm, kjo është zhbërja e këtij vendi dhe realizimi për fat keq do thosha i planeve të kahershme çubriloviqiane.